Vdekja është ai armik që bota ala nuk ka arrit me mposhtë. Edhe pse njerëzit e pushtetshëm kanë qenë të gatshëm me lanë tan pasurinë e tyre, për me zgjat jetën e tyre, nuk ja kanë dalë, nuk ja kanë arrit dhe nuk kanë për t'ja arrit, sepse në këtë botë tanë jena të përkohshëm, ndërsa shumica e njerëzve pra kanë frikë këtë armik, kanë frikë vdekjen, ne që jena të rilindur, ne që jena bitë dhe bijat e Perëndis, ne nuk kena frikë të përballena me vdekjen, sepse në fakt ne ishim të vdekun. Ne nga vdekja vim, ishim të vdekun në mëkatet tona, ishim të vdekun në jetën tonë të vjetër, ishim të vdekun pa Zotin, por sot rrojmë edhe jena gjallë, sepse Zoti na ka rilin, sepse Zoti na ka dhënë një jetë të re. Dhe kjo është ajo që ban dallimin. Ne nuk kena frikë nga errësina, sepse në fakt ne vim nga errësina dhe jena në dritë. Ai na nxori nga pushteti i errësinës dhe na solli në dritën e tij të mrekullueshme.